Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet për vrasjen e 52 vjeçares Kozeta Teqo dhe ka dërguar për gjykim autorin Ilirian Selmani. Sipas hetimeve, Teqo u vra nga Selmani me thikë dhe u gjetën në një qese të tualetit banesës saj dhe më pas ai i vuri flakën shtëpisë. Në xhepin e pasëm të pantallonave të Ilirian Selmanit është konstatuar gjaku i viktimës. Në përfundim të aktit të ekspertimit mjekoligjor u arrit në konkluzionin se shkaku i vdekjes së 52 vjeçares ka qenë si pasojë e shokut traumatiko-hemoragjik. Selmani shkonte shpesh në banesën e Teqos, teksa marrëdhënia e tyre ka zgjatur për më shumë se 3 vjet. I riu ra në prangat e policisë më 28 korrik me dyshimin se vrau 52 vjeçaren Kozeta Teqo, me të cilën kishte lidhje intime prej 3 vitesh. Sipas bluve, i riu e vrau me thik gruan të hënën 28 korrik në orët e para të mëngjesit dhe mëtej i dogji shtëpinë ku ajo jetonte në lagjen numër 1 të Pogradecit për të fshehur gjurmët. Kamerat e sigurisë të një banese pranë pallatit të krimit e fiksuan të riun teksa largohej nga banesa e 52 vjeçares rreth orës 5 të mëngjesit të së hënës dhe mëtej i afrohet koshave të mbeturinave pranë shtëpisë së tij, as 2 kilometra nga banesa e zonjes ku gjetën peshqir të gjakosur. Në dëshminë e tij në polici, Ilirian Selmani ka mohuar të jetë autori i krimit, por pranoi se ishte ai që i ndodhi dhe hodhi peshqirët e papastër nga shtëpia e bashkëjetueses, të cilët tha se i ka hedhur në kosh.